qendrën e mjekësisë familjare nuk ka toalet, unë jam konvert, nuk ka pas toalet për çat kohë se jam kanë. Shumë pak ka landë, po veç shteti si shtet. Nuk ka që interesum që e shka interesant që e vor për Avdili Bishim se është person me afsit kufizim. Ti shi bindën. Urës kam ilon rahat, shpirtin kam ja hongër, prej Qemal Mostafës, Lutfi Azirit apet për zdet, Albani Seni, shpirtin kam ja hongër. Kurës kam ilon rahat. Unë e kumë një padi, do më shtru padi për shkak diskriminimit në qasje, do më thonë që Fushë Kosova është, më me thonë shumë tjeshtë, është 4 urë. Ka trotuaret në alta, do më thonë, në qendrën e mjekësisë familjare nuk ka toalet, unë jam konvert, nuk ka pas toalet për çat kohë se jam kanë. Edhe është Besar që sa e ke bo padin? Tash në janar më duket se i bëj 2 vite. 2 vjetë? 2 vjetë, po. A ke pas na i thishtë? Jo, kur gjë. Para prakisht i kom shkrujt një email komunës, zyrtarit komunal, që me ndërmarrë diçka në lidhje me qasjen edhe në lidhje me toaletet edhe po ma ka këtu një email u konë me të vërtet u konë që sharak që na kena punu, kena ba, ndërkohë që one kom problem me dollë vetë me karrotë. Edhe mësë ne që kjo konë komunikimi fundit me zyrtarët komunal, edhe mësë kësaj, dhe më thonë veç ku më shtu padi, tash në janar i bëjt 2 vjetë. Abdel? Po dhe ishta, thasht, tja bëj një pitje zotri Qeles, a thu qatë shumë ka lanë për që i kina pa ditna, se janë të prit ka 3 vjetë, 4 vjetë. Shumë lanë ka një 8.000, 9.000, 20.000. Sa lanë janë? Shumë pak ka lanë. Po veç shteti si shtet. Nuk ka që interesum që e shka interesant që e vor për Avdili Bishim se është person me afsit kufizim. Ti shi bindën. Ti ish mëse i bindën. Ka institucione që... Ka institucione, po nuk funksionën. Nuk është interesu ma e me zhjithat problem. Abdil, zvaritjet e procedurave gjyqësore... Po nuk ka lanë shumë. Ti ish pas për zonja, se shemë ngila një kiti 3 të rinë 4 qësi pa dhja. A i që a i mundët me marrë me rëna 1 mujve, ose me rëna 6 mujve me i kry. Jemi lanë shemë 3 vjetë, 4 vjetë. Abdullah, a ka kësi pa di? Po që s'ka. A i një njerës që i kam... Urës kam i lanë rahat, shpirtin kam ja hongër, prej Qemal Mostafës, Lutfi Azirit apet për zdet, Albani Seni, shpirtin kam ja hongër, kurës kam i lanë rahat. A ti e ki bo pa dit? One, po kosh, qërë s'ka, as gudzojnë me marë frim, bele. Janë 2 raste që janë fitu në procedurë gjyqësore. Edhe që ka ndodhë masi janë fitu? Komunat janë dënume ka 5.000 ma shumë euro si kompenzim për aftësinë e kufizume, po është një problem të praktika gjyqësore. A pi pagujnë atë dënimin prej rrogave të veta, jo, për pagujnë për bugjetit shtetarëve. Do me dhe na po pa disim që në fund shteti me pagu dënimin, ata po pështojnë. Unë besoj, unë mendoj dhe jam i bindur për këta që nëse fillan një trend i dorëzimit të padive me të madhe nga personat me aftësi të kufizume, gjendja ka me qenë edhe ma vështirë se me pagat jubilare dhe me ato tjera që i kanë bloku dhe gjykatat edhe sistemin e drejtësisë e kanë bloku. Sepse nëse Kosova i ka 2.000, 3.000, 5.000, nuk ka një shifër të saktë dhe kjo është një problem shumë i madhë. Sistem, nuk kemi statistikë të persona me aftësi të kufizume, sa në Kosovë, flitet 80.000, 20.000, dhe 15% e populatës, por nuk ka dhënat sakta zyrtare.